Viti 2025 ka shënuar përparimin më të madh të Shqipërisë në rrugën e antarësimit drejt Bashkimit Evropian, duke ecur me një ritëm më të shpejtë se më parë në procesin e negociatave të antarësimit me hapjen e të 6 grup kapitujve në më pak më shumë se një vit. Në muajin prill u mbajt konferenca e 4 ndërqeveritare. Today, of course, is Sot sigurisht është një ditë shumë e mirë për ne, sepse kemi një tjetër konferencë dhe çelim kapituj të tjerë. Jemi të masë të përkushtuar për të përmbushur të gjitha detyrat e kalendarit, që është shumë ambicioz për të mbyllur të gjitha negociatat brenda vitit 2027. It's really encouraged to see. Është vërtet inkurajuese të shikosh progresin që ka bërë Shqipëria në këtë rrugtim. Sot ne po çelim një tjetër grup kapitull dhe ambicia jonë është që të hapim edhe grup kapituj të tjerë që janë për të negociuar gjatë këtij viti, sepse kemi një kalendar të qartë dhe unë mendoj se do ta realizojmë, sepse kjo është diçka e rëndësishme për Shqipërinë. Por mendoj se kjo është një shenjë mirë edhe për rajonin, sepse mënyra më e mirë për mirëqenie, paqe dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor është me Bashkimin Evropian dhe integrimin në të. Në maj u mbajt konferenca e 5. Jam shumë krenar sepse ky është një nga ato gur themele që mund t'i mbuloj llumi i kënetës së politikës përditshme, por historia i kujton dhe i mban parasysh si momente të shtetbërjes. Dhe patjetër që nuk jam i kënaqur, jam shumë krenar. Ne do vazhdojmë ta mbështesim fuqimisht këtë proces të barazisë para ligjit dhe aleanca me Bashkimin Evropian është një garanci absolute për këtë. Unë e kuptoj se qytetarët shqiptarë kanë dhënë mbështetjen e tyre për antarësimin e vendit në BE. Për këtë duhen reforma të vështira që kërkojnë mbështetjen e të gjithëve në shoqëri. Duhen jo thjesht reforma, por edhe zbatimi i tyre në praktik, gjë që kërkon mbështetje të plotë edhe të partive politike. Në muajin shtator të këtij viti u mbajt konferenca e 6 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Shpejtësia e Shqipërisë me reformat është mbreslënse. Ky është rezultat i punës së autoriteteve shqiptare që kanë çuar para reformat. Edhe ministra për çështjet evropiane e Danimarkës, Marie Bjerre, shprehu mbështetjen për rrugën e Shqipërisë drejt hapjes së plotë të kapitujve të negociatave. Konferenca e sotme dëshmoi se zgjerimi po ecën përpara dhe se reformat e vërteta sjellin rezultate të vërteta. Shqipëria ka treguar se shet të ardhmen e saj në Europën e Bashkuar. Ju po arrini rezultate konkrete dhe meritoni që këto angazhime t'ju njihen. In my understanding, it's record. Hapja e këtyre grup kapitujve në një kohë kaq të shkurtër është një rekord për çdo shtet kandidat. Në progres raportin e këtij viti, komisioni i drejtuar nga Ursula von der Leyen e konsideroi qëllimin e qeverisë shqiptare për të përfunduar negociatat në vitin 2027 dhe antarësimin e plotë në familjen evropiane në vitin 2030 si një objektiv ambicioz, nëse ky shtet ballkanik e ruan vrrullin e reformave. Shqipëria është në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Ju keni bërë rrugë të gjatë, progres, por unë dua të theksoj se është një progres i mrekullueshëm, shpejtësi rekord dhe përshpejtimi vërtet në 3 vitet e fundit. Qëllimi është mbyllja e negociatave brenda 2027-s. Na pëlqen ambicia dhe ne jemi të gatshëm dhe me ju në çdo hap. Unë jo e besoj, por e kam bindje absolute që është në dorën tonë që ne të arrim objektivin e 2027-s, sepse kam bindjen absolute që presidentja nuk lëviz nga pozicioni i saj, që nuk është pozicioni i sotëm, por është pozicioni i ditës 1 kur është zgjedhur herën e parë dhe në tweetin e parë që ka bërë si presidente e komisionit e sapo zgjedhur ka shkruar: "Ky është një komision geopolitik." Bienvenue en Albanie. Komën in Albanian. Jere duremas të Albanjëse. Mirë se vini në Shqipëri. Më 16 maj të këtij viti, Tirana u bë mikpritëse e mbledhjes së komunitetit politik evropian, një shtys kjo drejt integrimit të plotë në familjen evropiane të shteteve kandidate.
Është me rëndësi të veçantë që ne kemi për herë të parë këtë samit të komunitetit politik evropian këtu në Tiranë për të dëshmuar se zgjerimi është një proces win-win si për shtetet ballkanike edhe për ato anëtare të BE-s. Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian ishte slogani i partisë së kryeministit Rama në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, të cilat ai fitoi bindshëm. Pas konfirmimit të qeverisë së re më 18 shtator, në kuvent, Rama deklaroi se ky slogan do të mbetet kryefjale e mandatit të tij të 4 radhas i qeverisës. Unë nuk jam këtu sot për të kryer një formalitet votbesimi të qeverisë së re me mbështetjen aritmetike të një shumice të pazakonshme në këtë sallë. Dhe duhet i them pikërisht shumicës se jo një mandat, po vitet tëra politike nuk mund të mjaftojnë për ta shpërblyer besimin e jashtëzakonshëm që shqiptarët na dhanë këtë herë. Jo vetëm meritat në reforma, por edhe vullneti politik i shteteve anëtare, si dhe situata gjeostrategjike, e ndihmoi Shqipërinë që të përparojë më shpejt drejt Bashkimit Evropian. Reforma në drejtësi, me vettingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe në mënyrë të veçantë disa goditje ndaj korrupsionit në nivel të lartë nga SPAK, kanë ripërcaktuar pozicionin ndërkombëtar të Shqipërisë. Shqipëria nuk përballet me çështje të mëdha rajonale ose fqinjësore të llojit që kanë penguar kandidatët e tjerë nga Ballkani Perëndimor. Besohet se përparimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është premtues, por i brisht, pasi qëndrueshmëria e saj në këtë rrugë do të varet nga reformat e sinqerta, uniteti politik dhe menaxhimi i kujdesshëm i marrëdhënieve dypalçe rajonale. Some laws in the parliament were adopted also from Është mirë që disa ligje në parlament janë miratuar edhe nga opozita në bashkëpunim me qeverinë. Mendoj se kjo është ajo që Evropa dëshiron të shohë, konsensusin politik. Të gjithë duhet të jenë në një linjë në përmbushjen e reformave të integrimit, pavarësisht nëse janë socialist apo demokrat, apo nga parti të tjera, në mënyrë që vendi të antarësohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian. He said that and this was unfair, I have to blah blah. No. Evropa nuk është e interesuar për thashë theme, por jemi të interesuar për diskutime konstruktive mes qeverisë dhe opozitës. So che ci sono leggi importanti che sono all'esame del Parlamento e Unë di që ekziston një projekt për të rishikuar ligjin zgjedhor me komisionin që është ngritur me një vot unanime të Parlamentit dhe që duhet të shkojë në drejtimin e dur të zbatimit të rekomandimeve që vijnë nga OSBE-ODIRI dhe nga Bashkimi Evropian. Che va nella direzione giusta delle raccomandazioni che vengono dall'OSCE, dall'UDIR, dall'Unione Europea. Opozita nuk ka qenë ndonjëherë kundërshtuese procesit integrimit. Çdo gjë që ne kemi pas në dorë në Parlament e kemi kaluar. Nëse ka një përgjegjës për ngecjen e këtij procesi, po edhe për mungesën e një debati publik për integrimin, kjo është majoranca. Sigurisht integrimi është kryesorja, është objektivi strategjik i Shqipërisë dhe patjetër që dialogu mes pozitës dhe opozitës është thelbësor, jo vetëm për të bindur partnerët tanë evropian, po edhe për veten tonë, për të arritur reformat. Më 17 nëntor në Bruksel u mbajt konferenca e 7 ndërqeveritare, e cila shënoi hapjen e plotë të gjithë kapitujve të negociatave. Çelja i 6 grup kapitujve në 13 muaj është meritë e angazhimit tuaj personal, i dashur Edi. In Edi Rama, you have a leader who is not looking back in the past. Tek Edi Rama keni një udhëheqës, i cili nuk i kthehet së shkuarës për të gjetur pretekste apo justifikime pse diçka s'mund të bëhet. I dashur Edi, ju jeni udhëheqësi që shepur nga e ardhmja dhe e gjen zgjidhjen për sfidat ekzistuese me të cilat përballemi të gjithë. Ju keni mbështetjen e fuqishme nga më shumë se 90% e shqiptarëve që e shohin të ardhmen e tyre brenda Bashkimit Evropian. Punon me të gjithë ata, me opozitën në parlament, me shoqërinë civile dhe sektorin privat, dhe kjo do të garantojë suksesin e Shqipërisë edhe në të ardhmen. Today is a huge milestone for Albania. Negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian kanë ecur me një shpejtësi rekord. Brenda një viti janë hapur të gjithë grup kapitujt. Ky gur kilometrik shërben si një njohje e punës që ka bërë Shqipëria drejt të ardhmes europiane. Kush do ta mendonte që do të ishim sot këtu duke çelur gjithë grup kapitujt? Vetëm pak kohë më parë ishte diçka që dukej e pamundur dhe ishim në pikën ku do të mësoheshim me sprapsjet dhe ato grushtat në stomak, por unë besoj se i gjithë ai rrugtim
na bëri më të fortë, na bëri më të vetëdijshëm për të gjitha atë natyrë të jashtëzakonshme të gjithë këtij procesi dhe na bëri më të pjekur. Ja ku jemi sot këtu me atë që ishte vetëm ëndër më pak më tepër se një vit më parë, e transformuar tashmë në një plan pune, një realitet për të cilin dhe me të cilin duhet të punojmë në jetën tonë të përditshme. Shqipëria synon që gjatë vitit 2026 të nisë mbyllja e kapitujve të parë të negociatave për të realizuar objektivin e mbylljes së tyre të plotë në vitin 2027 dhe anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030.